Mirëmbrëma në Xhiro me Syçin. Sonte do të diskutojmë një temë ndryshe, nuk është ndryshe, por lidhet dhe me politikën, lidhet dhe me biznesin, dhe që do të jetë në qendër të vëmendjes media. Domethënë, ka një percepcion që media nuk po është pushteti katërt, po përdoret nga politika, po përdoret nga bizneset. Dhe janë shkrirë në një ose herë luftojnë me njëra tjetrën për të përfituar nga njëra tjetra, por sa pengon kjo fjalën e lirë në Shqipëri, sa media është një pushteti katërt, dhe a ka përgjegjësi media për këtë që po ndodh, apo politika ka përgjegjësi që media është në këtë gjendje? Për këtë sonte do diskutojmë me Elio Lazën, gazetar, por më mirë se vetë Elio Lazën nuk më na e shpjegoi as kërkush situatën që ai është sot, edhe çfarë ndodhi me të dhe si do të vazhdojmë më tej çështja për këtë njerëz. Mbas 72 ditësh në arrest, Elio Lazë tashmë është i lirë dhe është me detyrim paraqitje. Elio, mirëmbrëma, mirë se ke ardhur. Mirëmbrëma Liri, mirë se gjeta në studion tënde. Çfarë ndodhi herë se tani gjejmë nga gojë të ndryshme se këtu smerret vesh ku është e vërteta. Do ta fillojmë nga çfarë ndodhi apo do ta fillojmë nga ajo që the a është media një pushteti katërt? Ku dush filloj? Atëherë, për sa i përket asaj a është media një pushteti katërt, të them që media është një pushteti katërt nëse i shërben 3 pushteteve të para. Ditën që media vendos të thotë fjalën e saj të lirë, e pa ndikuar nga 3 pushtetet. Media është një pushteti katërt nëse i shërben 3 pushteteve? Patjetër. Media nuk është për të shërbyer pushteteve. Patjetër. Është për të kontrolluar pushtetet. Media nuk është për të shërbyer, por në Shqipërinë tonë, në ditën e sotme, media është një pushteti i katërt nëse e ka mirë me 3 pushtetet e para. Aha, e të kuptova, domethënë. Pra këtu media është pushteti i katërt, quhet pushteti i katërt kur i shërben pushteteve e fu me ironi, okay. Patjetër. Dhe rasti im është një rast që jo vetëm unë, por dhe të tjerë, dhe logjikisht, unë jam një i burgosur mediatik. Një i burgosur që bëra bashk disa pushtete për shkak të artikujve, për shkak të fjalës, për shkak të gjërave që këtyre 3 pushteteve të para nuk i pëlqenin. Dhe çfarë është më konkretisht, çfarë nuk i pëlqente? Ti prekesh aty tek parat. Ti prekesh aty ku kanë burimet e veta të financimit. Dhe për shembull, media që unë drejtoj Priza.al i ka prekur aty ku ata nuk durojnë dot, tek lekët, tek call centerat, sepse aty marrin miliarda të majtë dhe të djathtë dhe aty janë bashk. Tani ti kthehemi ditës së ngjarjes që përmende dhe do kërkon të dish diçka më shumë. Unë u arrestova në datën 12 shkurt, rreth mesditës në zyrën time të punës, që nuk është vetëm zyra ime, është selia qendrore e Iliridiu Media SHPK, që pjesë saj ka dhe Priza.alin. Ky arrestim erdhi pas një skenimi ku dikush i denoncuar në faqen e Priza.alit jo sot, por prej 2024-s, vendosi të bënte një marrëveshje bashkëpunimi me policinë e shtetit, të infiltrohej si person që do të kryente veprime të simuluara, ka firmosur një marrëveshje ai zotëria me policinë e shtetit, dhe e sollën tek zyra ime për të lëshuar një zarf me lek pas kurrizit tim, siç janë dhe pamjet që po ai veti ka filmuar. Pamjet të cilat ende nuk i kanë nxjerr dhe kanë qenë pamjet të cilat prej ditës parë i kam kërkuar qoftë hetuesit tim, nuk ka një pamje me Sadiun që i merr ti zarfin? Absolutisht jo. Absolutisht. Nuk ka një pamje, nuk ka as edhe një moment që të kem kërkuar diçka, nuk ka as një moment që unë të kem marrë diçka, dhe nuk ka as edhe një moment që unë të kem prekur diçka. Madje djemve dhe vajzave të operacionales që më synë zyrën time atë ditë, i kam thënë me shumë mirësjellje, ju lutem mos e prekni atë me duart tuaja, se mbase se janë shenjat e mia aty. Dhe nuk mund të mbaj përgjegjësi unë se çfarë dikush tjetër hedh në zyrën time. Ashtu sikundër ti tani nuk mund të mbash përgjegjësi se çfarë të lëshojën këtu poshtë para se të ikin nga studio. Ky person i cili mua më kallzoi
më saktë kështu më kanë thënë që më ka kallëzuar sepse unë personalisht dhe mbrojtësit e mi ligjor nuk kam parë ende që të ketë në dosje një kallëzim, përveç tjerave, përveç se merret me call center-a. Pra, kush është ky person? Zotëria quhet Klaus Faqiri. Klaus Faqiri. Çfarë funksioni ka? Deri para pak kohësh ishte inspektor në Inspektoratin Shëndetësor Rajonal Tiranë. Dhe më e bukur e historisë është që pasi ndodhi arrestimi im me infiltrimin e këtij personi, në datën 5 maj, para pak ditësh, zotërinë e kanë graduar, e kanë shpërblyer dhe e kanë bërë kryeinspektor. Nga inspektor e kanë bërë kryeinspektor shëndetësor të Tiranës. Lind pyetja. A ç'lidhje ka ky me call centeret? Atëherë, ky zotëria drejtonte ka themeluar në vitin 2021 një kompani që quhet Finantex. Një Finantex, një kompani që me një objekt të paqartë veprimtarie, të cilën fillimisht e themelojnë në Tiranë, nga Tirana e morën e çuan kompaninë në Durrës, nga Durrësi e çuan në Vlorë, nga Vlora e kthyen prapë në Durrës, më pas bën një shitje fiktive, nga shitja në shitje ju ndrua emri kompanisë. Pra ka qenë një kompani e cila merrej me Forexa. Vetëm në një... Ky është objekt privat apo shtetëror tash se po ngatarrohem mua. Përpara ka qenë privat, tash është në shtet. Po. Okej, qartë. Gjithashtu është dhe anëtar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, zotëria. Okej. Ky është me pak fjalë... Si ka emrin ky? Zoti Klaus Faqiri. Klaus Faqiri. Denoncuesi, kallëzuesi ose bashkëpunëtori i policisë, tashmë i shpërblyer dhe i bërë kryeinspektor shëndetësor rajonal i Tiranës, pasi arriti të më fusë. Edhe është në Këshillin Kombëtar të PD-s. Po. Edhe punon për qeverinë socialiste. Qeverinë e Edi Ramës, po. Okej. Vazhdo. Tashti, përse e bën Klaus Faqiri gjithë këtë? Ku preket Klaus Faqiri këto? Atëherë, Klaus Faqiri në mënyrë drejt për drejt preket pasi ju zbulua një linjë, një kompani, call centerash, nga e cila kanë qarkulluar qindra mijëra euro. Dhe dokumentat që ne kemi, që i kam unë, i kanë dhe profesuesit e mi ligjor, e faktojnë këtë gjë. Por nuk ka qenë vetëm Klausi pali interesuar. Unë personalisht Klausin do ta quaja hallkën e fundit të gjithë kësaj historie. Nëse ky ka simas shkrimeve, denoncimeve mediatike që keni bërë ju, Klaus Faqiri apo X person që më shihet mas Klaus Faqirit, ka qindra mijëra dollar që janë pa justifikuar ose çfarë thoni ju. Atëherë 175.000 euro i kanë patur në një llogari vetëm në vitin 2023, të cilat më pas nuk dihet se ku ikën. Nuk dihet as se burimi si kanë ardhur, as nuk dihet se si kanë ardhur. Tashti, me këtë informacion, dakor, policia ka drejt bëj hetim ke ju, po ka drejt duhet bëj hetim këtë rast. Edhe ke ky njeri i cili ka këto para pa justifikuara, domthonë duhet vërtetoj burimin tuaj, po edhe burimin e atij që ky nuk ka qenë as pak në as edhe një sekond interesi i policisë, pasi, siç sa thash, Klausi është hallka e fundit e kësaj historie që kulmoi me arrestimin tim. Sipas informacioneve të mia, para Klausit, persona të ndryshëm i kanë ofruar dhe një personi tjetër, i cili ka qenë subjekt i shkrimeve të Priza Pikalit, që të bëhet bashkëpunëtor i policisë për të kryer një veprim të tillë të simuluar. Personi në fjalë nuk ka pranuar ta bëj këtë veprim, ama nuk thot as personin se kush i ka vajtur për ta përpunuar, por ka ndjekur korrekt rrugën ligjore, i cili në mosdakordsi me shkrimet tona na ka paditur për shpifje dhe na ka lënë të përballemi në gjykat ashtu si që kishim kërkuar dhe zotit Faqiri prej 2024-s. Pra, që prej momentit që ne kemi publikuar shkrimin e parë, ky zotëria ka futur gjysmën e Shqipërisë duke na ardhur në zyrë dhe duke na marrë në telefon për të fshirë shkrimet. Përgjigjja jon ka qenë një dhe vetme dhe konstante gjatë gjithë kohës. Nëse nuk je dakord,
nëse mendon që po gënjejmë, nëse mendon që po shpifim, dhe nëse mendon që po të bijem qaf, të lutem, drejtoju gjykatës për shpifje. Dhe ka një gjykatë që i vendos këto punë. Kush ka të drejtë dhe kush është gabim. Zotëria nuk e zgjodhi kurrë rrugën gjyqësore dhe është shumë e tmerrshme se si ky njeri ka jetuar 2 vite në këtë presion të tmerrshëm, siç deklaron dhe vetë që është tronditur psiqikisht dhe nuk ka vajtur për 2 vite në gjykatë, por një ditë bukur shkon në polici dhe jo në polici, sepse në polici, në komisariat, në drejtori të Tiranës mund të shkoj kushdo. Zotëria ka vajtur në drejtorinë e përgjithshme të policisë shtetit. Pra, në një vend ku ka vetëm zyra, gjen një hapësirë të shkoj dhe relacioni i policisë me të cilin unë u arrestova, thot shprehimisht, në datën kaq e aq, pranë policisë shtetit u paraqit shtetasi Klaus Shaqiri, i cili kërkoi ndihmën e policisë për të fshirë disa artikuj në portalin Priza.al. Pra që këtu kemi një absurditet të madh. Jemi i vetmi vend në botë që e shkruan shteti me dorën e vet, që ka ardhur një individ pranë policisë për të fshirë ca shkrime. Dhe policia, çuditërisht, kjo polici që nuk gjen dot as hajdutet e biçikletave, u mblodh dhe bëri një mega operacion për më pak se 24 orë. Kjo është me pak fjalë historia. Pra ky person ka vajtur dhe ka kërkuar ndihmë në policinë e shtetit për të fshirë disa shkrime tek Priza.al. A thu se denoncoj, jo të kërkoj ndihmë. A thu se policia e shtetit janë IT-t e mi që mbajnë serverat e Prizës dhe ka në dorë të fshin shkrime ose të mos fshin shkrime nga faqja e Prizës. Ja, këtu është piknisja e gjithë gjës. Ky relacioni policisë me këtë nisje është nisja se si unë përfundova në qelit e 302-shit ku kalova 74 ditë. Dakor, po pate ballafaqim me këtë Klaus Shakirin gjatë ditëve që ishin në burg? Absolutisht nuk kam patur ballafaqim as me kallëzuesin tim, të cilin siç e thash e kanë shpërblyer dhe e kanë ngritur në detyrë tashmë. Nuk kam patur. Po mirë, kujt i shërben ky? I shërben Këshillit Kombëtar të PD-s apo i shërben qeverisë? Se ky kanë Këshill Kombëtar të PD-s dhe në qeveri Zoti Klaus Shaqiri, vetë si personazh, është njësoj siç është dhe historia e call centerave. Është përtej smajtës dhe djathtës. Okej. Dhe me që më pyete për ballafaqimin, jo vetëm që ballafaqim me kallëzuesin ose me ankimuesin ndaj me nuk kam patur, por pas 60 ditëve qëndrimin që li, të vetmen herë që jam marrë në pyetje pranë ambienteve të burgut ku më erdhi hetuesi i policisë ditë as ka ardhur tu, as ka ardhur jo vetëm kanë lënë burg. Absolutisht jo. Pra nga dita që jam rrëmbyer në zyrën time të punës, nga forcat operacionale. 60 ditë i kesh pëtu mirë se tjerët po i lejnë ka 3 vjet. Po nuk ma bën favor, ishte një kërkesë e gjykatës drejtuar prokurorit për ta pyetur se çfarë ka në dosje për këtë djalë që po e kalbin burg aty. Ta them realisht këtë, sepse ka mjaft njerëz sot që rrinë në burgjet shqiptare nga 2-3 vjet ku nuk kanë dosje dhe nuk shkon njëri me i pyet. Aty ku isha mora vesh raste të tmerrshme dhe raste të çuditshme. Dhe problemi ajo media si gjithë shoqëria jon, si gjithë ka 1000 probleme, po problemi më i madh këtë vend është drejtësia menojnë. Këtu vetëm drejtësi nuk ka. Këta që duhet japim. Se po të jetë drejtësia në rregull, gjithë tjerët janë në rregull më thënë. Ilir, kjo historia që kulmoi me arrestimin tim ka brenda edhe drejtësinë. Sepse prekja e këtyre segmenteve të linjës call centerave i përfshin të gjithë, nga gjyqtar, prokuror, polic, drejtues policie, politikan, majtas, djathtas, biznesmen, ndërtues, djem deputetësh, janë të gjithë
të mpleksur në këtë histori dhe prekja e këtyre. Ajo është morë vesh si, po problemi është këtyre shkaktoi një përse bëri duhet një front shumë të madh. përse duhet gjithë ai shoqë, po e marrim si të mërqen që ti ke bë pazar me te. Shumë bukur, mund të rriçin, mund të na lojshin, mund të bëjshin këtë që po bëjnë tash detyrim paraqitje, por jo me bë gjithë atë show se do ta kenë raportet e medias me bë gjithë atë show sikur pa arrestojshin Osama Bin Laden. Në zemër të Korçës, një diamant I rrallë shkëlqen në kurorën e trashëgimisë, kulturës dhe serenatave, Villa Ebel. Një vend ku eleganca takon historinë, ku shija bëhet përvojë dhe çdo detaj flet me finesë. Qoftë për një drekë të veçantë, një darkë romantike apo një natë që nuk harrohet kurrë. Nëse vjen në Korçë dhe nuk ndalon te Villa Ebel, ke humbur një pjesë të magjisë së saj. Villa Ebel është një dhe mbetet e vetme. Gjithë kjo zallamahi fillon si stadium me call centeret. Pse janë kaq agresiv dhe përse policia është shërbim këtyre call centerave në këtë rast, si mas interpretimit tuaj? Jo vetëm policia, do të filloj nga fundi. Jo vetëm policia është në shërbim të call centerave. Edhe drejtësia, edhe politika, edhe biznesi, të gjithë janë në funksion të call centerave, sepse call centerat janë sot për sot miniera më e madhe e arit për ekonominë informale dhe për miliardat që qarkullojnë jashtë sistemit bankar. Ta marrim një shembull, zyra më e vogël ose celula më e vogël e këtyre call centerave me 6 apo 8 veta gjeneron rreth 1 milion euro në muaj. Dhe flasim për struktura të vogla 6, 8 deri në 10 veta. Imagjino që ka struktura që kanë deri në 250 veta për turn. Ose gjatë 3 turneve, sepse disa punojnë dhe me orën e Kanadas, dhe me orën e Amerikës, dhe me orën e Australisë, sepse I kanë shtrirë vjedhjet edhe për te oqeanit. Dhe gjatë 24 orëve qarkullojnë rreth 7 deri në 800 punonjës. Imagjino sa janë të ardhurat mujore të vjedhura që vinë nga strukturat të tilla që kanë 700 punësuar, ta them unë, kalojnë mbi 8 milion euro në muaj, 10 milion euro çdo muaj. Ka patur raste, siç e quajnë ata muaj të mbar, që I ka vajtur edhe 18 milion euro çdo strukturë të tillë. Pra është një Kjo është I problem gjithë botës, si opero bota me ky në fakt është një problem të cilin bota e ka arritur disi ta menaxhoj, patjetër që ndodh, sepse nuk mund të mbaj përgjegjësi shteti nëse nga shtëpia dikush zgjedh të ndërtojë një platformë mashtruese dhe të bëjë disa telefonata dhe të kapi peshkun e radhës, por këtu në Shqipëri, ndryshe nga çdo vend tjetër, këtu është sistem. Ky, historia call centerave është një sistem I cili gjen mbrojtje nga policia, tek drejtësia, tek gjyqësori, tek politika, tek biznesmenët. Të gjithë janë brenda. Unë nuk e dija, nuk e kisha këtë informacion deri pak para se të burgosesha, e mësova, e rikonfirmova, një ndër drejtuesit më të lartë të policisë shtetit, është një ndër personat kyç të mbrojtjes së këtij aktiviteti. Dhe ky është zoti Neritan Allbati, I cili është një lidhje e afërt e drejtorit të Byros Kombëtare të Hetimit, Joni Keta, për të cilin zotin Allbati ka bërë dhe punë private, siç është ndjekja e konkurrentëve të tjerë që ishin për garën e kreut BKH-s, për t'i bërë qokën zotit Joni Keta. Njerëzit, ish kandidatët, pra për të patur postin e kreut Byros Kombëtare të Hetimit, e kanë dëshmuar në vetën e parë këtë gjë, që kanë patur forcat e policisë duke I ndjekur thjesht për t'i bërë presion që të tërhiqeshin nga gara. Zotin Allbati është një ndër mbrojtësit
e call centerave dhe ndryshe nga kushdo tjetër, zotin Albati funksiononte çuditërisht, kishte marrë përsipër që call centerave, përveç mbrojtjes policore, përveç mbrojtjes së shtetit, ti thoshte vazhdoni punoni se dhe për mediat përgjigjem unë. Pra kishte marrë përsipër ky zotëri që dhe mediave t'ja mbyllte zërin, grykën, gojën, lapsin, letrën, kompjuterin, që të mos shkruanin më për call centerat, që çunat vazhdonin rahat punën e tyre. Dhe në zyrën time të punës atë ditë, kur mësyn forcat operacionale, ishin të interesuar për 3 gjëra. Për të marrë telefonat, për të sekuestruar kompjuterat e punës, dhe kanë marrë rreth 9 njësi kompjuteresh, përfshirë dhe kompjuterin e montazhit, përfshirë dhe DVR-n e kamerave, e cila nuk ishte e lidhur për hir vërtetës, dhe ishin të interesuar së tepërmi për bashkëpunëtorët e mi, se nga i merrja unë informacionet, kush ju asjell, si të vinë, këtë akon, këto ishin pyetjet e tyre dhe fare për veprën penale për cilën unë u akuzova, për një vepër që për hir vërtetës është pak e rëndë. Thuhet, por është shtrëngim për dhënje pasurie me anë të kanosjes, ose thënë shqip gjobdhënie. Pra, unë jam arrestuar me akuzën e mashtrimit dhe me akuzën e shtrëngimit për dhënje pasurie me anë të kanosjes. 2 akuza të cilat i bien ndesh njëra tjetrës. Sepse nëse kam shpifur, e para mua nuk më kap mashtrimi, jo mua si Elio, por mua si media. Nuk më kap dhe askënd nga ne, nuk ka një nen mashtrimi. Mashtrimi është, nëse ne bëjmë histori nga këto të mikrokredive, mashtrimi është kjo e call centerave. Mashtrimi është nëse i thua dikujt që do të legalizoj një banesë ose do të marrë një leje në KKT, kjo është mashtrimi. Ndërkohë, ajo që na përket neve si gazetar është shpifja. Nuk mund të ketë njëkohësisht dhe shpifje dhe gjobdhënie. Por kjo sigurisht që do të sqarohet në procesin gjyqësor që do të bëhet nga themeli, dhe unë jam shumë interesuar për ditën që do të vi dita e themelit. Okej, po në një kohë që ju nuk besoni ke kjo drejtësi, sepse si sot është e korruptuar e i shërben këtyre njerëzve. Pse besoni se do t'japi drejtësi këty? Sepse fatmirësisht nga dëshira për të më arrestuar, nga dëshira për të bërë qokat e veta, nga dëshira për të dhënë një mesazh shumë të fortë që kush hap gojën do përfundoj kështu. Zotërinjt kanë të filmuar, kanë të dokumentuar absolutisht çdo veprim timin, jo vetëm të ditëve të fundit para se të ndodhte arrestimi, por edhe të ditës arrestimit. I kanë pamjet, bashkëpunëtori i tyre, zoti Klaus Shaqiri, erdhi me një tufë qelsash në dorë, ku kishte montuar, ja kishin montuar më sakt, kamerën dhe mikrofonin, të cilin ja pash se ku e kishte. Dhe nxjerrja atyre pamjeve, që do detyrohen një ditë të nxjerrin, në mos për publikun, patjetër një gjykatës do t'i shoh, do ta faktoj këtë që unë po them. Nuk po them që të gjithë prokurorët, të gjithë gjyqtarët, e gjithë drejtësia është e zhytur në batakun e call centerave, por pjesa kryesore janë të përfshirë në mënyrë direkte dhe një pjesë tjetër janë të përfshirë në mënyrë indirekte. Patjetër, historia ime nisi nga call centerat, gjeti mbështetje nga kreu i BKH-s, zoti Joniketa, i cili dërgonte lajmtar poshtë përpjet në përgjyqtar që të vazhdonin të mbanin në arrest me burg, pasi të vërtetat që Priza kishte shkruar rreth aktivitetit të Joniketës dhe të kunatit të tij trafikant
nuk i kishin pëlqyer. Kush o kunati këtij? Alban Peza. Alban Peza, quhet. okay. Është një personazh i cili është bërë shumë famoz për shkak të Priza Pikalit, dhe as pak për biznesin apo investimet e tij. E kemi bërë të famshëm pasi kemi shpjeguar të gjithë lexuesve, të gjithë ndjekësve tanë se çfarë është ky biznesmen i cili flet në emra të kryetarëve të bashkive, flet në emër të kryeministrit, flet në emër të gangsterëve. Ja kemi shpjeguar publikut ton. Dhe kjo gjë nuk i ka pëlqyer kunatit hetues të kunatit trafikant kjo histori. Thjesht nuk i ka pëlqyer vetëm se ka kunat apo ka lidhje me kanë lidhje allëzhërisës me Janin. Po ta kesh, nuk besoj se ndodh në familje tilla që kunati të mos di se çfarë bën kunati. Edhe mund të ndodh, por kur kunati investohet pafundësisht në rrethe politike, në qarqe mediatike, në qarqe të fortësh, në qarqe drejtësie, për të zgjedhur kunatin kryetar të Byros Kombëtare të Hetimit, besoj se nuk mund të themi që këta dy njerëz nuk dinë se ç'bën tjetri. Okej, zgjedhin buroj për. Por unë nuk i ndihmoj dot në hallin që ata kanë, sepse as i kam shtyr unë drejt trafikut të drogës, as kam pastruar unë para në emër tyre, as kam bërë unë investime me fonde të çuditshme, nuk i kam bërë unë të këto. Neve, nëse kemi një mëkat si Priza Pikal, kemi mëkatin se informuam publikun. Dhe shpërblimin e informimit publikut neve e morëm. Unë u burgosa për 74 ditë, ndërsa denoncuesi im, të cilin e përdore në fund, të thash në datën 5 maj është graduar. Nga inspektor është graduar kryeinspektor shëndetësor i Tiranës. Tashi ky gradohet kryeinspektor i shëndetësisë, ky tjetri i BKH-s. Ai tjetri ke gjykata. Call centrat vazhdojnë. Ku e keti atë shpresën ose bindjen që do të marrësh drejtësi? Kur është kaq e molepsur e gjithë sistemi. Sistemi është pak më i molepsur se kaq sa që shpjegove ti. Mirë, shpjegove shumë lehtë. Sistemi është shumë i molepsur, por kam të vetmen shpresë që është tek e vërteta. Çfarëdo që të ndodh, e vërteta nuk mund të shuhet. Një ditë, sa do e vonë qoftë, e vërteta do dalë. Po dom i bëhet, se ka mjaft tjerë që po i bëhet dom me vite që po rrin me të vërtetën. Por ajo vërtet dom i bëhet. E vërteta do dalë një ditë. Sa do vonë qoftë, cilat do qofshin kostot që do paguhen, e vërteta do dalë. Jemi sulmuar shumë media që unë drejtoj, unë personalisht për shkrimet tona. Po i kam ndjekur pak me vëmendje kur isha në qelitë 302-shit, se kokë isha boll, televizor kisha në dhomë, dhe kam ndjekur lajmet. Çfarë kam parë gjatë gjithë 74 ditëve të mungesës sime jashtë? Ka ndodhur eksaktësisht gjërat që Priza Pikali kishte denoncuar. Ne kishim denoncuar çështjen e dherave, ku hidhen dherat që hapen gropat e pallateve. Dhe vërtet, një skandal i madh, një skandal i madh, dhe pas disa kohëve që unë isha i burgosur, ne kishim 3 muaj që kishim ngritur këtë shqetësim, dhe plasi kur kunati Ergys Agasit u rrah në zyrë të IKMT-s me shefin e tij për interesa miliardash. Çfarë kemi denoncuar në tjetër? Kemi denoncuar kontrabandën e rrobave. Pra dyqane luksoze që shesin bluza nga 2-3.000 euro, i kam falso. Dhe çfarë ndodhi? Vetë policia, vetë doganat bën aksione, ndërkohë që unë ndodhesha i burgosur, bën aksione duke arrestuar këta kontrabandist rrobash. Çfarë ndodhi tjetër gjatë kohës që unë isha i burgosur? Shkrimet e Priza Pikalit për historinë e call centerave u faktuan të gjitha sepse pati një bum arrestimesh dhe rreth 300 milion euro të bllokuara vetëm në 2-3 vende. 300 milion. Rreth 300 milion. Çfarë ndodhi tjetër? Ndodhi ajo që ne kishim paralajmëruar për zgjedhjen e kreut BKH-s. Pra në kuadër të asaj që më pyete pak më parë se ku e gjejmë shpresën për drejtësi në këtë vend. Gjërat nuk janë aq zeza apo aq grisa ç'duket. Diçka ka filluar të lëviz. Me çlirimin e policisë së marr peng nga Ilir Proda dhe
Gysagasi dhe disa banditë të tjerë, dhe me ardhjen e zotit Hitaj në krye të uniformave blu, diçka ka filluar të lëviz. Sigurisht ka nisur një proces pastrimi, të cilin unë e kam ndjekur edhe tek kisha i burgosur, por edhe tani që jam jashtë, ka nisur një proces pastrimi edhe brenda radhët policisë shtetit, patjetër që është një proces që besoj do zjasi, sepse metastazat e kalbura janë akoma në sistem. Kjo jam dakord. Por është Lis ka nis, spaku ka nis. Edhe pse thonë që janë një pjesë janë mosbesues, janë këto Kasandrat që u lërasin dhe thonë që ky këtë po e bën se do kapi linjat e veta, do ndërtoj linjat e reja, kjo nuk ka rëndësi. E para, njeriu duket që në prerje, ose që nga formimi i tij, nëse është apo jo i tillë, dhe së dyti, nuk ka rëndësi se çfarë do ndodhë më pas. Rëndësi ka që aktualisht këta po goditen. Të gjitha shkrimet tona, të gjitha... Dhe zoti Hita është njeri shumë i komunikueshëm. Unë personalisht nuk kam asnjë personale me të. Unë e kam ndjekur si gazetar, kam parë kur ka qenë në poste në Durrës, kam përshtypjen, dhe di qasjen dhe diskursin e tij që ka ndaj medias, ndaj transparencës, dhe as pak nuk është i prirur ndaj kulisave policore që ndodhin zakonisht në këtë vend. Ky është një perceptimi ime, por është dhe informacion që kam nga njerëz edhe informacion gjatë gjithë karrierës së tij, të cilët e njohin zotrin në fjalë. Pastaj çështja a do të ketë ndonjëherë drejtësi në këtë vend? Liri, është patjetër që është shumë e vështirë që një gazetar i burgosur në atë formë dhe i anatemuar dhe nga kolegët e vet në mënyrën më barbare të mundshme, ta gjej drejtësinë, sepse drejtësinë nuk e gjetën kandidatët për kryetar të Byros Kombëtare të Hetimit, të cilët sipas renditjes, siç e thoshte ligji, duhet zgjidheshin nga numri 1 tek i fundit. Dhe papritur Këshilli i Lartë i Prokurorisë na mori numrin 6 dhe na bëri numrin 1. Ndërkohë që kemi një ish zëvendës kryeministre, si Belinda Balluku, të cilën kërkojnë ta burgosin se numrin 2 pretendojnë që e bëri numrin 1. Ndërkohë vetë ky Spaku, që na dha shpresë të gjithë në një moment caktuar, mori 6-ën e bëri 1 dhe askush nuk mban përgjegjësi për këtë. Dhe përgjegjësi për këtë mbajnë vetëm ata që e thanë këtë gjë. Duke u goditur, duke u burgosur. Por ajo për cilën jam, të thash, krenar dhe nuk më bën përshtypje fare 74 ditëshi që kalova izoluar, është fakti se të gjitha denoncimet tona, të gjitha shkrimet që sot janë akoma në faqet e Priza Pikalit, të gjitha kanë dalë, asgjë nuk ishte gënjeshtër, asgjë nuk ishte e pavërtet, si çështja dherave, si çështja kontrabandës rrobave, si çështja call centerave, si çështja pastrimit parave, si çështja e drejtuesve të inkriminuar të policisë shtetit. Të gjitha janë faktuar dhe janë çështje që janë bërë lajme ka muaj që po mbushen lajmet me të tilla histori. Po, për të vazhdu pyetjen e fundit, kalojmë në hapësirat publicitare. Në zemër të Korçës, një diamant i rrallë shkëlqen në kurorën e trashëgimisë, kulturës dhe serenatave Vila Ebel. Një vend ku eleganca takon historinë, ku shija bëhet përvojë dhe çdo detaj flet me finesë. Qoftë për një drekë të veçantë, një darkë romantike apo një natë që nuk harrohet kurrë. Nëse vjen në Korçë dhe nuk ndalonte Vila Ebel, ke humbur një pjesë të magjisë së saj. Vila Ebel është një dhe mbetet e vetme. Po për median, çfarë mendon? A ka gjunahet e veta media? A është kompromentu media këtu atje qoftë me tender, qoftë me se kemi shumë mediatarë sot, nuk po flas për pronarët e mediave, po flas për mediatarë, domethënë opinionistë që janë
në pasurime të jashtëzakonshme. Si ka mundësi? Këtu do të kthehemi tek fillimi i bisedës sonë. Që thash që media është pushteti 4, për sa kohë i shërben 3 pushteteve të para. Ditën që nuk i shërben, media nuk është më pushtet, sepse këta të marrin të burgosin. Është pushteti 4 në thonjza. Është një pushtet i 4 me kusht. Me kusht. Me kusht mund ta quajmë. Është një pushtet i 4 me kushtin që të sillesh mirë. Në momentin që sillesh mirë, patjetër që të vinë benefite të tilla si leje ndërtimi, koncesione, të zaptosh Bregdet, siç kanë bërë pronar të televizioneve kombëtare, ku vetë ose nëpërmjet prestanomeve të tyre vazhdojnë zaptojnë prona nga Tirana në gjithë Shqipërinë. Dhe ky sistem rrjedhimisht i ka bërë nga pak pis të gjithë. Sado unë njoh gazetar me integritet, unë njoh gazetar me zemër, unë njoh gazetar me burim informacioni, unë njoh gazetar me dinjitet, njoh gazetar me karakter, por nuk munden. Nuk munden sepse e prori nuk i lejon. Ose në rast se ka individ, si puna ime, të cilët nuk pranojnë të kenë një pror mbi krye, por hapin median e vet, në rast se nuk pranon të bëhesh pjesë e këtij mekanizmi të madh, të godasin. Të godasin dhe të fusin atje në 302. Dhe nuk të çojnë asnjë vend tjetër, sepse ka ajrim, po të çojnë atje në 302 që të vuaj shpirti, mos shofësh as është gri koha apo me diell, sepse ti duhet të edukohesh që të mos llapësh atë që nuk duan këta që ti të flasësh. Por kjo nuk është gazetari. Dhe sot ne jemi në një sistem hibrid midis demokracisë, diktaturës, dhunës, bandave. Është një miksim të cilin nuk po arrim ta dallojmë më se ku fillon biznesi dhe mbaron politika, se ku ka mbaruar politika dhe ka filluar media, ku ka mbaruar media dhe ka filluar gangsterllëku, dhe rrjedhimisht është një dëm që po i bëhet jo vetëm një sistemi të tërë, sepse të gjithë hallka janë të lidhura, por në fund fare po çorientojnë një popull të tërë, i cili nuk di më se çfarë dëgjon, nuk di më se çfarë shikon dhe në fund fare çfarë duhet besoj. E mbyllim. Elio, do të kemi diskutime tjera për median. Uroj që çështja jote të mbyllet sa më shpejt dhe të mbyllet me drejtësi. Faleminderit.